Një vit pa një dit, pra vitin e kaluar ka qenë 27 maj, kur në këte studio e kemi pas kryetarin Vullnet Sefajin dhe tashmërish kapitenin Valdrin Haxhiun me kupat e edicionit 2024, ku ajo maqmuara ishte kampionit të Kosovës që patar pas pritjes së gjatë 12 vjeçare, ndërsa një vit pa një dit më vonë, këte 26 maj të vitit 2025 në asis përsëria në kupat të vendi kupave me kryetarin Vullnet Sefan dhe qendrën tashmë të sukseshme Dardan Kapitin. Urime skuadrës Trepqës, urime qytetit të Mitrovicës dhe urime mysafirve të misonte për 3 kupat të cilat i keni fitu si vetë në këtë edicion, sidomos kjo e funit e kampionit. Vullnet, mirëmbrëma, mirë se erdhe, Dardan, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Misafir nderuar, kënaqësit ju kemi edhe kësaj radhe këtu, urime për trofejt e fituar, edhe mbrojtjen e titullit, me të vërtetë edhe ky edicion ishte fantastik dhe më themi e patëm edhe një edicion me finale historike për 2 arsye. E para ishte që për herë të parë u takuan Bashkimi dhe Trepqa në një finale, ndërsa ajo historike e dytë ishte që u zhvilluan, u desh të fitohen 4 ndeshje. Po, unë mas parti kisha pas dëshirë me i falenderu gjitha klubet cilat kanë qenë pjesëmarrëse në këtë edicion shumë fantastik. Edhe unë po mendoj që ka kalu një edicion shumë i mirë, ka qenë një edicion shumë i mirë. Edhe në finale kemi shku ekipet të cilat prej fillimit kemi qenë e para, e dyta, Bashkimi ka qenë ma shumë e para se Trepqa nëse nuk gaboj. Po, finalja ka qenë ashtu si që ka hije edhe klubeve, çfarë është Trepqa dhe Bashkimi, edhe unë i kisha falenderu posaçërisht klubin e basketbollit Bashkimi, sepse kemi pas, them ashtu, në 2 qytetet festat çdo të mërkure dhe çdo të diele. 4-2 ka mujt me shku një lojë ma tje për mu bo, po fati deshti që na... Gurmante basketbollit e ka ndasht ato, po e vërtet kur ma herët në 30 finalet para prake, hiq ato kampionatet e pazhvillume, do me thonë 97, 98 dhe 98-99 për shkak luftës Kosovë dhe këto të funit që e majnë mend të gjithë për shkak pandemisë në nëmajt 20, është hera e parë që 2 skuadrat e 4 së madhe, historike po e them, Trepqa dhe Bashkimi janë ndesh për titull kampioni në një finale, do me thonë kjo ka qenë historike, edhe kjo e dyta që tha dhe Ulpiana, për herë të parë ka shku në 6 ndeshje, sepse prej si vjeti formati, do me thonë, në finale është me 7 ndeshje maksimum, do me thonë 4 të fitume. Mërkurën e kalume në minatori, me dërtet atmosfera ke e zjartë edhe fantastike, Trepqa triumfoj në finalen e 6, ishte kjo finalja, numër 6, këtë në shend numëri 6, edhe para ndo njëherë me thonë që është zhvillu. Me këtë trofe, ju e fitua titullin e 6 dhe i 19 në total. Me të vërtet, ishte një përgjithësi, ishte një edicion dramatik, ishte i zjartë sidomos play-offi, por para se të flasim mysafirët tanë dhe diskutojmë krejt atë se që ndodhë, propozoj që fillimisht ta shohim raportin nga finalja e 6 e më pas këthemi në studio për të folur. Seria fenomenale finaleve të këtij edicioni përfundoi të mërkurën brenda në minatori, ku Trepqa u shpall kampioni e Kosovës për herë të dytë radhazi, ku në ndeshjen e 6 mposhti Bashkimin me rezultat 82-67. Mitrovicasit e kontrolluan ndeshjen qysh nga minutat e para, duke dominuar në çdo aspekt të lojës dhe duke mos e lejuar ekipin e Bashkimit të shpresoj për diçka më tepër. Përderisa çereku i parë përfundoi me përsi prej 5 pikëve, 27-22, në të dytin nxehtarët e ndalën Bashkimin në vetëm 8 pikë, duke i qelluar 18 dhe përshkuar në pushim me përsi prej 15 pikëve, 45-30. Në pjesën e dytë vendasit kontrolluan gjithçka për të ruajtur përsinë e pjesës së parë dhe për të marrë fitoren e 4 të kësaj serie finale, e cila i shpalli edhe kampion. Pas ndeshjes, Drilon Ajrizi pati mesazhe të forta për kundërshtarët. Po, me thonë drejtën, ka qenë një kampionat me të vërtet shumë i vështirë, një kampionat kogja i nivelizuar. Ka pas shumë skuadra që kanë mujt me fitu titullin e kampionit, po ja që gjua e kampionit duhet kohë më mësu. Kështu që kanë kohë më mësu dhe gjuhën e kampionit. Ka shku kogja gatë desa e këna mësu, kështu që tash e këna mësu, e tjerë le presin desa të mësojnë.
Po, ta thënë drejtën e këmë thonë në so herë që bashkimi ka skuadër shumë të mirë, po ja që përvoja në mes tyne nuk është. Kështu që na dilën këna me shku në Prizren dhe pi kafe në shta na dhjetë treneri tyne. Se ka thonë që shtë ta është të këshirë ma për na dhjetë, që na dhirën e pi premtej që kom e shkue. Dërsa Mikailet Musici foli për emocionet e këtij trofeu. I don't know what to say, I just want to thank to all Torcida. E rëndësishme është që i kemi fituar kupat, nuk e di çfarë të them. Dua vetëm të falenderoj Torcidën, e patë dhe ju çfarë atmosfere krijuan. Unë vetëm po e përsëris veten, ata gjithmonë janë të tillë dhe na përkrajnë gjatë gjithë sezonës, por kjo ishte ndeshja më e rëndësishme. Ne me të vërtet kemi luftuar gjatë gjithë kampionatit që të luajmë para tifozëve tanë dhe të fitojmë para tyre, dhe këtë gjë arrit të mësonte. Po besoj që kemi bërë shumë mirë në mbrojtje ku i kemi ndalur lojtarët e Bashkimit. Mbrojtja ishte fantastike, në sulme edhe pse nuk ishim në më të mirën ton, ishte mjaftueshme për të ruajtur titullin kampion. Arkitekti i sukseseve të Mitrovicasve, Adis Beqiragiqi, u shpreh mjaft i lumtur për trofeun dhe ndeshjen, ndërsa tregoi se do të qëndrojë edhe sezonin e ardhshëm tek Trepça. I think the most important thing that we changed some rotations that they didn't get to use to. Unë mendoj që ne i bëm disa ndryshime në rotacion që ata nuk ishin mësuar. Për një kohë të gjatë kemi luajtur me 2 amerikanë në pozitën e qendrës, kurse në këtë ndeshje luajtëm me Tunën dhe Tmushicin, ndërsa nën kosh i përdorëm Mikein dhe Hunter, dhe agresiviteti ndikoi që Bashkimi të thyet në çerekun e 2 dhe më pas. Ne vetëm ruajtën e përsin që e menaxhuam. Unë gjithmonë e them, kur nuk e ke një organizim të mirë në ekip, gjërat janë shumë të vështira. Ne kemi një organizim fantastik dhe unë me të vërtetë shpresoj që Trepça do të ketë suksese edhe në gara ndërkombëtare. Nga ky moment unë jam i lirë dhe nuk jam pjesë e Trepçës, por nesër në mëngjes mund të ndryshojnë gjërat. Ne kemi folur me kryesinë dhe po shpresoj që të arrijmë marrëveshjen. Gjërat po duken që do të qëndrojë. But we speak, inshallah we make it looks like that, but right now MVP i serisë finale u shpall qendra gjigante e Mitrovicasve, Michael Myers, i cili në duelin e fundit luajti me 11 pike 4 kërcime, ndërsa pas ndeshjes edhe ai u shpreh mjaft i lumtur për të dyja këto trofe. Unë vetëm doja të merja ekipin tim në shpinë dhe ta udhëheqi drejt fitores, kisha nevojë të kem për krajen e tyre dhe unë e bëra më të mirën, mendoj që ne ja dolëm. Teksa i lumtur u shpreh edhe një nga shtyllat e këtij edicioni tek Mitrovicasi, Tekele Koton. It feels great first and foremost. Është ndjenje mrekullueshme fillimisht. Ne sonte e kishim vetëm një gjë në mendje, të vim në shtëpi dhe të përfundojmë këtë gjë. Çdo ndeshje që kemi luajtur deri më tani ka qenë e vështirë dhe ishin shumë të forta, prandaj jam shumë i lumtur që ja dolëm në fund të fitojmë trofeun. I'm just happy that we're done right now. Lojtari më i dalluar në duelin e fundit final të Trepça ishte playmakeri Michael Green, që luajti me 20 pike 5 asistime, ndërsa u ndihmua dhe nga Drilon Ajrisi me 13 pikë, Tekele Koton me 12, si dhe Michael Myersi që i shtoi 11 cosh. Trofeu në fund kapitenit të Mitrovicasve, Anes Gashit, i dorëzuan kryeministrin e detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti, bashkë me kryetarin e FBK-s Arben Fetaun. Kështu Trepça edhe këtë edicion e mbylli me triplet, ku pas Superkupës e Kupës e ngriti edhe trofeun e kampionëve të edicionit 2024-25. Rrugës basketbollit e rikujtuam atë që ndodhi të mërkurën brëma në Minatori, ku Trepça u shpall kampione, pra ka qenë ky një përfundim i një edicioni të zjarrt dhe tepër të niveluar, gjatë cilit Mitrovicasit fituan 3 finalet në cilat janë paraqit, pra në vjesht Superkupën 2024, pastaj në shkurt Kupën e Kosovës 2025 dhe së fundmi titullin e kampioni 2025. Sa ishte e vështirë të përsëritet ky sukses, cilat ishin sfidat dhe problemet pra gjatë këtij viti, analiza e këtij edicioni dhe planet për edicionin e radhës, pra gjitha këto do t'i bisedojmë bashkë me mysafirë special të asistit 620, pra Vullnet Sefaja, kryetari i klubit të Trepçës, si dhe Dardan Kapiti, qendra e re, i cili tashmë pas vetës i ka 7 trofe, nuk pëndaljet me kupa edhe në erdhë në emision me 3 kupa
edhe po du me të regu shikuesve, Dardani tha vitin tjetër në ta fitojmë ma pak, se s'po mujna mi quk të kupa. Dardan, edhe njëherë urime për sukseset e arritura krejt edhe sfumi këtë titullin e mbrojtën. Vullnet, sa ka qenë i vështirë këtë edicion, sepse si vjetë ka pas ullje edhe ngritje. Po në fund të trija këto kupa që po i shofim këtu përfunduan në thesarin e minatorit e ngritët totalin në 9 majt. Me të thonë drejtën Agon, në raport me vitin e kalum, kampionati, dhe më thonë deri te play-offi, vitin e kalum do shta ka qenë pak maj letë soj përket lojnave dhe krejt gjonave, si vjetë ka qenë pak maj vështirë për neve, por në play-off ka rezultu edhe me rezultat që ka qenë pak ma letë për neve në play-off se sa vitin e kalum. Do me thonë po flasë në bos të rezultateve. Unë personalisht edhe ekipi e kena pas pak ma të letë organizimin, sepse bara mbi ato që na duhet me u shpallë kampion, se që 12 vjetë nuk o bëhet Repqa kampion, na veç e kemi te kalu ato vitin e kalum, por normalisht, vështërsia e saj vjen që ti duhesh me mbajt në kontinuitet, kur të mërin me një pik, me qenë mos me robi që asoj pikës, se ma let vjen deri te qajo pikë, se sa që e mban. Na kemi pas fat, se kemi pas edhe grupacionin e djemve, cilë me të vërtet kanë luftu shumë edhe jonë mundu shumë, nuk kanë kursy asë njoni kur gjo prej vetës, Dardani bile një loj me bashkimin ka hi, lëndum me lujt, mandena i ka rezultu me dosh me pushu edhe ma gjatë, në play-off, në fund të kelle kotën ditën e lojës, për shambull ka morë, ose Green, njoni kanë morë infuzion, të Mushici ditën e lojës ka qenë i griposun, edhe ai ka marë infuzion, kështu që jënë mundu se cili edhe unë po mendoj që si vjetë bashkaresht e kemi pas pak më të letë për soj përket ngarkesës psiqike të titullit. Fitimi trofeja. Dardan, mbrojtja e titullit kampion, por të gjitha trofejt të fituar një sezon më herët. Qka do të thotë kjo për ty? 7 kupa. është një ndjenjë shumë e mirë, si 2 vjetë e mija të para si lejtar profesional me fitu 7 trofeja, me fitu gjithë shka që është e mundur në basketbolin, ku luj në basketbolin kosovar. Po kjo ketë meritat i meritojnë trajneri dhe kryesia, nave që bujna punën tonë, që duhem me bo. Kjo sezon nuk konë shumë ma e shtirë se sezona e kalume. Sezonën e kalume i nga konë ma konstant, kena fitu shumë loj, kena hupë ndo këtë të sezonin, kena hupë 3 loj. Këtë sezon ka pas shumë ullje dhe ngritje të ekipës. Që kjo, normal që edhe trofejt të vitit kalume i nga një shumë mirë, i nga gëzu shumë, po trofejt e si vjetë konë shumë ma do me thënë se për mu personalisht. Okej, do me thonë ju kanë mundu pak ma shumë me orderit e trofejt. Po, jemi mundu pak ma shumë. Kryetar, patet përballjet vështira edhe në gjysmë finale, edhe në finale. Si ishin këto seri në perspektivën e juaj? A kishit momente kur dyshuat se ndoshta nuk do të shpallim i kampion, sidomos pas asaj humbjes në fakt në ndeshjen e parë finalen se Zais Rui? Me thonë drejtën, me hup Modestin, unë nuk kom dyshu në asnjë moment kur kena mri në gjysmë finale. Ty e pas parasysh që trenerin me cilin tash kanë më fillu edhe sezoni i tretë jemi bashk, e ka një konfidencë më veti edhe është shumë konfident në punën që e bën, po mas shumë të që më pëlqen është që nuk relaksohet asë një herë edhe nuk i len asojtarët me u relaksu, e qaq ma shumë asë neves në kalon në asë një moment me u relaksu. Por, unë mi u thonë drejtën, kom qenë shumë ma i bindun si vjetë që kena me triumfu, po flasë për titull të kampionit, për Superkup edhe për kup, nuk po flasë ato e në ka një loj, mundet me ndodhë me po për titull të kampionit, unë kom mendu që në seri me lojnat tona dhe me ekipin edhe me trenerin, cilin e kena nuk kena me pas shgënjim. Ka quja ashtu, po ako me qenë letë, e kom ti që s'ko me qenë letë asë njëherë. Dardan, sa është e vështirë seria me bashkimin? Po flasim tash për serin me bashkimin, me cilin si vjetë, du me thonë, ju e një shty kokë për kokë. Tërstinorin, e tha Vullneti dhe ashtu ka qenë, bashkimi ka qenë lider një pjesë matë madhe të kampionatit se ju. Sa ka qenë vështirë? Po, ka qenë këgja shumë e vështirë, e dina që bashkimi ka një ekip shumë mirë, ka lejtor shumë kualitativ, si vendor ashtu dhe të huaj. Por fitoria në Prizren, lojën e tretë, u konë vendimtare për na që na me fitu titullin kampion.
Kam pas avantazhin e terenit dhe ajo loja e tretë e kemi fitu ne avantazhin e terenit. Edhe ne e dim që në minatori çdo ekip që vjen është shumë vështirë me fitu. Pa dyshim që tifozët janë lojtari 6 në fushë për neve. Kështu që ka qenë e vështirë, por në fund ja kemi dalë. Vullnet, nuk mundëm pa e theksu një detalj shumë e rëndësi. Para ndeshjeve finale me Bashkimin, së bashku me Kushtin Gabashin, udhëhecin e Bashkimit, e keni dhënë një mesazh të fortë, duke konfirmu miqësi të mirë midis kryesive të dy klubeve me një darkë, përkundër rivalitetit madh me Bashkimin në parket. Po me udhëhecit e Bashkimit njihemi para basketbollit. Domethënë para se me hyna në basketboll, me Kushtrimin jemi edhe bashkëpunëtor që shumë vite, edhe jemi shok, edhe me komplet kryesi njihemi, kështu që nuk kena arsye mos me pas raport të mirë për faktin që raporti njerëzor është diçka tjetër në fush, normalisht që secili ka qef ekipi i vet me fitu, po na edhe me thonë drejtën nuk ka qenë ajo ndaj farë qëllimi që na me përçu mesazhin, por njerëzit duhet me kuptu që jashtë fushave të basketbollit na jemi njerëz dhe kemi raporte me njëri tjetrin. Unë jam shumë i lumtur edhe jam shumë krenar që e kemi qëtë raport na me gati gjitha kryesit e klubeve, po ajo që ka ndodhë në fush, unë mendoj që gjithmonë duhet me mbet në fush edhe njerëzit duhen, sepse edhe të tifozat tonë kanë shoqni nërmes vete ata. Nëse flasim për finalën Torcida dhe Arpajgjekt, ata dikush dikon e ka shok aty, është e pa mundun pa qenë shok, po normalisht që në fush është diçka tjetër. Po na edhe jashtë fushës edhe mrena fushës, të me thonë në secilën lojë që kemi lujt me njëri tjetrin, e kemi prit njëri tjetrin para ndeshjes, kemi pi kafe, kemi hongër drek, kemi hy bashkë në palestër, kështu që unë po shpresoj edhe po besoj që mesazhit cilin e kena përçu, ndoshta edhe spontanisht, është një mesazh i mirë për krejt basketbol dashësit. Dardan, i kthehemi pak analizës së ndeshjeve. Çka vendosi sipas teje në këto ndeshjet finale? Po, nëse shikon statistikat, sarë që kemi humbur, ekipa e Bashkimit ka pas shumë këcime në sulm. Edhe kam pas shumë pikë të shënuara nga tranzicioni dhe nga topat e humbur tonë. Dhe sarë kemi fitu, e konë gjithmonë e kundërta. Ne kemi pas ma shumë pikë në ato aspekte. Edhe trajneri Adis gjithë flet për këto aspekte të lojës, për easy points, që i thot ai pikët e leta në basketbol. Dhe kjo ishte dallimi gjatë fitores dhe gjatë humbjes. Okej, cila ka qenë, po më intereson, cila ka qenë ndeshja ma e vështirë për ty? Për mu? Po, në këtë seri finale po flasë. Në është ta loja e parë, do me thonë, nuk e di, gjithë kena hi me një loj jo energjie, në loj u konë një farë energjie, nuk u konë... Në shta fakti edhe që si stërvitje u dëkesh, pa tifaz. Po, në është edhe ajo, u konë fokusi nuk u konë sa dohet maksimum për një loj finale që u konë shumë e rëndësishme, sidomos ne kemi dash gjithëqysh me fitu një loj në Prizren për mu shpall kampion, edhe ajo u konë loja që u dash me fitu, masi nuk ka pas tifaz dhe u konë si teren neutral në një aspekt. Kështu që ajo u konë loja më e vështirë për mu në këtë seri finale. Dardan, cilat ishin skuadra që u shkaktuan më shumë të probleme këtë sezon? Për pas Bashkimit, tash po flasim pak edhe për sezonin e rregull. Ku keni pas më shumë të probleme? Po, me këshyr të gjitha na kanë mujtë. Vetëm Ponte Prizreni nuk na kanë mujtë ndasnjëherë. Për dallim nga... Vetëm skuadra e cila u largua. Për dallim nga sezoni i kaluar që thashë ndonjëherë që kena fituar shumë lojë. Kështu që më shumë të problem qëto, top 4 që thamë, Bashkimi, Prishtina... Edhe Bora, valla, këgja shumë ju ka shkaktu probleme si vjetë. Mendoj që nuk e di atë ndeshjet me Borën, bëj me thonë krejt janë konë dramatike. E vërtet. Kemi shfaqur basketbol dopt nga njerë, por... Po që kjo është e që diskutum ato ramjet edhe ngritë, që për ty, ato që e tha parës, këto trofet të cilat i kemi për para dhe i keni fitu, jënë disi më të lezeshme se sa ato të vitit kalun vullnet. Tash kur krejt mori fund për si vjetë, si e vlerëson edicionin që e kemi lonë pas, në më thonë përgjësit, cilat kanë qenë sfidat që njerëzit që janë jashtë nuk i kanë ditë. Cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha për juve si kryesi? Po tash, se cili sezon po vjen e po bëhet ma i vështirë edhe ma i vështirë. Në çfarë aspekte? Po edhe në aspekt organizativ, edhe në aspekt që ti tash je një shej
ku se cila dënë me të mujtë, sepse ti ke qenë kampion, dhe ke dalë tash në kampionatin e ri me mbrojt titullin, edhe normalisht që ti je target për me të mujtë se cile ekip edhe na ka mujtë. Do me thonë, ajo ka qenë tjetër motiv me mujtë trepqen gjatë tanë kampionatit, se so normalisht që se cila ka dalë aty me fitu, nuk del kërkush me hubë. Po, përsoj për këtë aspektit të organizativ, janë vështërsit cilat shfaqen gjdo dit, do me thonë, na kena problem me palestrën për faktin që palestra duhet me u përdor për shumë klubeve sportive, dhe neve në princip na duhet edhe për gjeneratat e reja me pas palestrën, po fatkeqësisht kushtet të cilat janë që ato që janë, edhe na me palestrën e kena pas të lashën më të madhe gjithmonë që duhet me investu në ta, sepse ata të cilët e kanë regullu, që e kompania portugeze se mojë mbu edhe bajat të diskutu këtë temë, po e kanë lënë keq ata. Do thonë e kanë punu keq edhe e kanë lënë keq, po na duhet me u marrë me secilin send, po një fat e kena na si organizat, që secili njeri kur vjen aty me punu diçka e bon me qef, e bon me dashni, do më thonë mundohet secili me edhon maksimumin e vetë, edhe që ajo është një farë motivimi për neve për me hecë tutje. Lehtë nuk është. Edhe sidomos kur je kampion, mandena je target edhe nuk është lehtë edhe s'munësh me e marë me shtë më dhonajtë se na nuk o problem, na nuk funksionujmë ashtu. Klubi basketbolistik Trepqa, njerës për me e deri të ekonomi aty mas poshti, jemi të barabart, e shohim punën barabart, edhe nuk e nënçmojmë asken, do me thonë nëse edhe jashta terenit, do me thonë këta në teren, kanë herë mundën me burë një qasi seni, po mandena kanë problem me trenerin. Po na jashtë asojna, nuk gëzojna me bua, nuk kena probleme vetë vetë. Zgëzojnë mo. Apo ju ngreve është, ha? Ka pak, s'ka lidhe, për mirë është. I pranoj. Kryetar, i pyeti Agoni për sfida, po kisha dash me ditë cili ka qenë momenti më i bukur këtë sezon për juve. Çka kujtoni mirë nga kjo sezon? Për mu, momenti ma i bukur, jonë konë minutat e fundit, do me thonë minuti i fundit i lojës të fundit, sepse me ju thonë drejtën, unë njëm person që dishush politikën nuk e du heq, e kom qenë në mes dy politikën. Unë isha bajagin siklet gjatan kosë, dhe dikur mos mujta mujtë kërkush mi bo bashk, do me thonë. Po veç, që ajo foto, që ajo sken, është bo virale, hala po fundu ndeshja, do thëtë të gjitha portalit, të gjitha mediat, kanë thonë që Vullnet Sefaj boni bashkë Albin Kurtin edhe Bedri Hamzën. Unë me thonë drejten... Qka ki bo aty? Unë me thonë drejten që për të kalzaj, me një moment caktum, u ktheva ka hdyt edhe thash nga mni atja u boj koalicionin o vla, e kryna këtë punë, nëse s'keni mundësi edhe ministrit pja undoj, unë e masi veç kom hinë, le të kryet e të vazhdojmë tutje. Po, unë mendoj që e bukra e kësaj është që basketboli, sporti në përgjithësi, po të na basketboli po i mbush palestra. Do me thonë, unë kisha pas qef 30 sekonda medal jashtë aksojna, se cili njeri që ka shku në Prizren me e këshyrlojnë, edhe se cili njeri që ka shku në Mitrovic me e këshyrlojnë, për finale po flasë. E uroj prej loqës zemrës edhe e falenderoj prej loqës zemrës se pa ata e keni po lojën e parë që ka ndodhë. Do me thonë, përveç që klubi basketbolistik Trepqa, që shë tha Dardani, kanë qenë të pa motivum, njëjtë kanë qenë edhe lojtarët e bashkimit. Unë mendoj që ajo lojë ka qenë performanca ma e dopte të dy klubeve gjatë tanë kampionatit. Kjo është mendimi jemi. Edhe i falenderoj krejt ata që e kanë morë mundin me ardhën palestër edhe krejt. Diqysh e ka një farë knatësie kur është sala plot, unë kisha pas qef me qenë dy tifozerit, nuk të rej. Po e she që edhe ajo shkon përtej politikës, përtej politikave, pavarësisht mos marrëveshjeve politika që mundët mi pas, aty kanë me ardhë, kanë me nejtë bashkë edhe kanë me kështujeme bashkë. Kjo që po e thu, qëndron, prej A deri në Zh. Mirë po, konkretisht, në këtë rast, në thonë, kemi të bojmë me një situatë ku sa seancë u majtë, nuk majtë, 22 ose da, jo. Nuk kanë mri me i bo bashk basketboli, edhe kjo finale i ka bo bashk dy figurat të cilat kanë animozitet, duhet thonë të cilat nuk janë tonë. Edhe është pa një situatë e reaksume, e kjo me të vërtet është një plus i madhë për basketbolin, për ndë edhe po thëmë është sporti, jo vetë ma i shikum, po në këtë rast u bo edhe ur lidhse, mes atyre të cilët nuk po gjenë gjutë për bashkë tashë një kohë. Unë po të regoj drejtën për shkak të krejt qësoj vonesës të cilën te e përmende me parlament, unë ju thash pa sherë.
Po më intereson përgjigja. A pat përgjigje? A kanë kenë? Ata janë politikan më. Lojtarët, kur ti thush të apo merën vesh për vitin tjetër, nuk jopin përgjigje në njerë. Mendoj, pak që qëtash për pushujna. Dardan, okej, qka kime kujtu ti prej këti stinori, përveç këti takimit mes Kurtit edhe Hamzës? Po, kjo stinor na ka mësu edhe shumë, unë si lejtar i ri, në fakt si lejtar i ri, por si djali i ri, ku mësu shumë edhe për jetë. Pa morë parasysh qysh është jeta, ka njerë keme pas ullje, ka njerë keme pas ngritje, dhëtë me nejtë gjithë konstant, edhe gjithë dhëtë me pas një qëllim edhe me punu në drejtim të qaqi qëllimi që me arrit një ditë. Edhe njëjtë të kone edhe me basket si vjetë, kina pas shumë humbje, kina pas shumë basketbol keq, ka njerë kina lujt, por gjithë kina ushtru, unë nuk besoj, edhe jo që s'besoj, se unë kam shok na normal, kina gjdo ekipe, kam ka një ose dy shok që folin në stop me ta. Kur kush nuk ka ushtru ma shumë se na. Edhe jo vetëm si vjetë, edhe vitin e kaluam, kur kush nuk ushtron ma shumë se trepqa. Edhe dhe me thonë që ajo na kam boj që në fund me posh sukses. Po kësha do shtë diçka me thonë, ashta nuk është keq, se gjithë meritat i marrëm gjithë na lejtar, trajneri, po kur njerëzit që nuk doken në kamera. Edhe duhem i falenderu shumë, tu fillu prej Izetit, Agonit, Gjangos, Benit, fizioterapeuta, Meritonit, Albionit, Mertit. Gjango cili ke? Gjavitit. Gjavitit. I emrin? Gjavet. Beqiri. Beqiri, që ashtu përmen një emrin se është alfa... Gjango i në mësuj. Gjango këtë i thonë. Okej. Sholla se ku marru dikon, e thash, Mertin, Argentin, gjithë këta na mundësojnë neve lejtarve që mos me pos as një keqen klub, mos me pos as një penges, mos me pos as një vrejtje, gjitha janë në regull që na me përfunu sa ma mirë në loj. Kështu që e meritojnë një falenderim shumë të madhë të gjithë. Dardan... Normal, edhe krijetari edhe lindritje. Një përësi prej me, një këshill prej me për ty kështu publikisht, kur mos ndra. Këto që bone është madhështi. Me thonë me qenë modest edhe mja njohë kontributin se cilit për atyre që nuk shihen. Sepse pa ata njerëz, me thonë nuk ishit qenë këto. Allah të kohët, bravo. Vullnet, gjatë intervistave, me njëherë pas ndeshjes, Sulpiana, unë mundu, me janë zerë fjallë të adisit e një herë, 2 herë, 3 herë, po nuk mujti me janë zerë atë lojmin, nëse ka me vazhdu me trepshin, apo jo. Ajë në fund, ta, jam i lirë. Ku për den? Mirë po, Adisi ishte i lirë vetëm 3 ora. Adisi mas pore ka qenë i lirë desa se kena po intervistën. Apo, a? A do me thonë une, e pas na kërë këtë puna, pa im deret. Ta është ty spjegoj qysh funksionin. Hajde të lut na tregona çka ndodhe. Mas se cilës loj në Mitrovic, për shkak që unë nuk muj me shku shpesh në Mitrovic, mas se cilës loj na e bujmë një farë forme në odën e Lindritit, ajo oda me perdet e famshme e keni po, mbledhe me gjithmonë mas se cilës loj, pambarësisht kush do me qenë musafer, unë i kërkoj falje dhe thamë unë e duna me shku, sepse me trenerin jemi që aty që ajo është momenti ku na edhe të mirën edhe të keqen e diskutojmë zbashku edhe krejt. Edhe normalisht mas se cilës loje presim loja me u ritransmitu. Bilenerët kom shkruj ty, kom thona mun është pak mash me të njofshëm, me në lëshu ma heret, po adin se po na vynë që ashtu ka një herë, me këshyrë na loje. Edhe normalisht e këshyrëm na loje, se në unë si kom po shumë fragmentet loje. Duna me të ndërprej, ma e men, 2 sene i kanë, du me thonë përveç mbledhjes në këtot, edhe Adisi e ka time-outin, me njëherë mas lojës, kur na, në transmitim, duhet me prit, ka 15 minuta për intervista. Vitin ashëm, nuk e presim, se koha e transmitimit është shumë e shmushme. Vitin ashëm, edhe nese, këtë herë kërkoj falje, se ishte titulli kampion është dash me majtë atë fjalimin, që unë e kuptoj, po... Vitin ashëm, kena më bërë një punë, si të kryet loja me ardha i menerte, intervista ma... Po që ata e mas mire, zë... Okej, e ka bërë edhe një punë se ma ka spjegu. Tha, unë për shkak të respektit musafirve, të trenerave musafir, po i lo gjithmonë ata me shku. Kjo ardhe që ato pauzat pak gotë. Po, edhe nejse, e këshyrëm në loje. Kena me folë edhe për këtë punë. E këshyrëm në loje nuk kry mirë bolë, pe këshyrim tash krejt që shu bo festa e titullit, edhe Ulpiana me trenerin. Edhe a i tha, I don't have, më thash. Qysh? Që ke thonë, thash kështu, vëlla. Tha, bashkan tha, unë s'kam kontrol. Thash, jo, kjo s'është në regullë, vëlla, është I mas pari i gut, thash, se na edhe sonte kena kontrol me ty. Kena marrë vesh te me të parin, plus je në kontrol deri me ne, se na I kena me 10 muj. Janisi aj me kesh, mandena të nesërmën,
normalisht e kena pas drekën me lojtarë dhe me i falenderu lojtarët. Ati që o ka ndodhë. Jo, të nesër mund tash mos po ndronë në sote. Kur kryet puna e drekës, hypim prap nodë në aty naltë edhe kryna këtë punë. Po ishim veç ofër me i diskutu këto tema. Treneri Adis e ka një sen shumë të cilin unë jaqmoj shumë nuk gutët me të dhonë përgjegje pa mri ato ajtë të cilin e ka në kry, sepse si mbas ti angazhimin të cilin na e bojmë krejt, i përmeni Dardani se me të vërtet që ata jo njerëzit që punojnë mas shumë të për neve, mandena është ma letë mi funksionalizu senet. Normalisht nuk o letë mi gjetë paret, po mënyrën qysh punojnë, qysh mundohen për se cilin prej lojtarve, nuk ka lidhe ora sa është, a 12 i natës, a 1, a 2, me bu me thira ta qonë, me njëra, edhe kjo është jashtë ta krejt standardeve, po duna me të ndërprej opet, nuk është letë as pak sot mi gjetë parët, po edhe kur i gjenë parët edhe nëse nuk i ki njërës që ja japin hakun edhe bojnë që atë punë, shumë shtirë është. Një prej arsyeve pëse unë komet ka gjatë në kryet e klubit basketballistik Trepqa, ose arsyja kryesore janë qëta njerës. Sepse unë me të vërtet punë të cilat unë i kom të mijat, i kom lonë krejt anash, që shumë vjetë. Edhe motivi jam kryesor janë qëta njerës të cilë t'i përmendi, Dardani, edhe normalisht djemë si Dardani që janë në ekip me neve, edhe mandena kur të sheti tonat njeri që i gëzot aty edhe të rënë të jep krejt lavdatat e mundsh me i lutët zotit për ty, unë kom pak problem me neglizhu këtë punë. Kryetar, flasim pak edhe për lojtarët edhe sezonën e ardhshme. Erionit tashmë i ka skaduar kontrata. A që ndronë edhe gjithashtu, a do të vazhdoj edhe shtylla e skuadrës Driljan Ajrizi në sezonën e ardhshëm? Driljan Ajrizi është i nënshkrum blanko. A i shpis është. Me Driljan Ajrizin me thonë drejten, nuk e di a e kena nënshkru kontratën vitin e kaluma jo. Nuk e di. Do më thonë, për Driljan Ajrizin nuk kam nevoj me folë, sepse Driljan Ajrizi është lojtari i cili ka ardhë kur Trepqa ka qenë tyra prej ligës. Nuk kam nevoj me folë për Driljan Ajrizin asë njëherë për sa i përket kontratës ti. Do më thonë, por, du të me ditë njerëzit një sen që edhe Driljan Ajrizi kur nuk e ka këshyrë asë që a i shru në kontratë, asë qysh është marveshja, kur farë kërkese nuk e ka pas asë njëherë. Edhe normalisht, kjo që ka bu Driljani si vjetë, se në fillim unë i kom sugjeru me lonë. Për ju të regojnë ashtë është ekskluzive, po unë i kom sugjeru kër kom shku në spital me ta ku i kom thënë dëgjëm. Neve na kim rapa sa ta jeta, por mëse reziko vetën për një top, sepse ka qenë në situatë te për të ronë shëndetësore. Edhe vesh një njëre se aj mundët më këthy që ka bu aj. Do më thonë, ajo është për çdo lavdat, edhe për Driljanin nuk kam nevoj me folë, Erionin nuk ka kontratë. Do më thonë, Erioni është i lirë, ta përmena punën e politikanëve që të keshin aty kur të folin, po normalisht që duhen me mendu edhe ata, nuk kam komuniku me Erionin kur gjo. Dardan, ti a je aty ajo? Po, edhe 2 vjetë. Edhe 2 vjetë. Dardani është edhe 2 vjetë në letra. A, letrë. Kështu? Kështu sa është kryetari. Edhe ti. Shmushqin e kena, batën Tuna ka përfundu. Tuna ka përfundu, a keni me vazhdu me Tunën ajo? Po. Dhe me thonë kalion për shtypjet mirë. Adisi po e dënë? Tash, në qitë moment nuk e di, po ka me veç formaliteti i nënshkrimit të kontratës. Mirë veç Adisi po e dënë? Po. Adisi, lojtarët vendur, i dënë shumë, edhe ju bërtet shumë. Mirë, hajde, ato e di, hajde prej të hujve po shkojmë se po keme problem, kretë, kur po thëmë po keme problem, kretë klubet, kretë, kur gjumë shef nuk kam. Jo, e di që mu më të regonë edhe i të regonë edhe publikut. Edhe këtu i kalzoj në këmë problem. Kështu, problemi maj madhë me klubet kosovare është që saj përket hujve, rastet ralla kanë qenë, kryhet kampionati, kretë shkojnë në shpe, hajde prej fillimit në edicionin e ri. Si vjetë, du me thonë, 2 lojtarë të cilët me të vërtet kanë lonë për shtypjet mirë kanë qenë Majers edhe Cotton. A ka mundësi që ata rinë? Unë mas parti me të regu kronologikisht nëse moj punë në qisajna që lojtarët e hujë si po vinë kur po përfundon kampionati po shkojnë. Na vitin e kalum, si ka përfundu kampionati, oferti kemi bo Darnellege, në më tonë kemi dosh me mboj Darnellege, Kevin Capers, edhe Brandon Williams. A ke Brandon Williams, Dardan?
Po. Dhe më thonë, 3 lojtarëve vjetë, ju kemi bo oferta na. Sa i ka ngritë çmimet? Valojnë që është gati 80%. Edhe mandejna normalisht, na i kena thonë, për na vjen keq, faleminderit shumë, jo. Me Kevin Capers nuk kej pajtimit, ai me vazhdu na me ofertën të cilën ja kena bo. Edwards, kur se haroj, kena qenë në Shqipni, e ka thirë treneri, kena full direkt, ja ka dhonë treneri çmimin se, i kom thonë trenerit, masi veç ti e direkt me lojtarin, jepja dhe çmimin se s'kena të mshefun na kur gjo. Bugjetin të cilin e caktojmë treneri e din. Edhe ja dha bugjetin, a i tha okej, mandejna mas një orë e thiri agenti vetë, ju tha, kjo është ofert gabim, a i ka marrë gabim, ju ka kuptu gabim, janë si agenta që janë, edhe normalisht ja kërsiti çmimit edhe a i, edhe nuk... Edhe nuk u morët vesh. Mirë, që është konkretisht me Majersin edhe Kotonin? Me Majersin edhe me Kotonin, na jemi të interesu me i vazhdu kontratat, kemi bisedu atë ditë në drejkë që kemi qenë me lojtarët, i kemi thirë se cilin veç e veç, dhe kemi bisedu edhe me Majersin edhe me Kotonin, ju kemi bo me dije që jena të interesum me vazhdu me ta për shkak që na kena me shku edhe në kualifikime për Champions League, dhe nuk është që na kanë thonë jo, ta e kanë po me të thonë drejtën si pozitive shumë këtë punë, sepse edhe në Mitrovic kanë kalu shumë mirë, edhe me qenë sinqert bre, nuk hargjëm pare në Mitrovic, kur unë i pyta, keni hargju shumë pare, a im frizur, tha kom hargju ma shumë. Kësh? Zëllë? Majers. Do me thonë, atina ma shumë i ka kushtu frizura në Mitrovic, se so përsen e tjera. Kështu që na ofert kemi bu edhe vitin e kalum, edhe si vjetë. Po, mandena kur po dalin për te bilahit që thojnë na, është një sen që zbuhet, sepse për neve, agon, unë mendoj që për se cilin e kepo, është shumë e rëndësishme një lojtari cili ka kontribu dhe është kontribu si mirë, është gjuna me shkuaj dikun tjetër, po kur pëmshojnë çmimeve mandena... S'keni qka me po edhe ju. Kryetar, cila do t'janë ambicjet për stinorin e ri? Ambicjet për stinorin e ri, me thonë drejtën, me qef, kisha pas qef mu kualifiku në Champions League. Unë jam shumë realist, vjetë duhet me qenë shumë realist në kualifikim për Champions League, na ka ikë për pak. Mandena ka rezultu që të dy ekipe, do me thonë, edhe të grupit që kanë në grupin që kishim ra, njona veç ka lujtë në finale. Do me thonë, Galatasaray lujtë në finale, një mbru ku shkoj deri në qerek finale, më zgabofsha, nuk e di ku. Nuk patëm fat me shortin FIBA Europe Cup, se edhe që ato që ranë, edhe ato shkun bajag i largë, diqysh. Po unë jam i lumëtën që po mujna me marë pjesë, edhe që me një kompeticion qëfare është kjo, na ena ndoshta me një bugjet ma të vogël, po për mu nuk është arsyetim bugjeti. Për mu është shumë me rëndësi me luftu, djemë të kanë luftu në Antali, jonë mundu shumë. Ishtë në Antali, po dhe ndeshje këtu dhe Dardanin, ato ndeshje, dhe më thonë, ka qenë mrekullueshëm për dallim prej lojtarëve tuaj me cilët keni pas problem në FIBA Europe Cup. Po flas ku kanë dështu, totalisht e mas ne ju dasht me ndru. Nisen, këtu po ndërlidhan shumë shpejt se gati jemi në fund bisedës, ajo që nuk më ka pëlqy, ka qenë mungesa e shikuesve në ndeshjet ndërkombëtare. Më thonë, 1200 vetë, tash i kemi pas, në më thonë, këto finale mbi 4000. Më thonë, qysh keni me punu në drejtem? Ndryshe është ndjenja, du të me qenë sinqert me vetë vetën mas pari, ndryshe është ndjenja kur lunë Trepqa, Bashkimi Trepqa, Prishtina, Trepqa, Peja, ndryshe është ndjenja kur lunë Trepqa, Real Madrid. Nuk kanë qasi antipatie ndaj ekipit kundërshtar. Nuk e di. Unë mendoj që duhet me qenë e kundërta. Na duhet me qenë kombi sportit. Bashkë aty duhet me përkra ekipin. Edhe unë mendoj që ashtot, edhe unë mendoj që në lojnat në garat evropiane na duhet me mush haloma te për palestrën, edhe pse nuk na lejohet, duhet me qenë sinqert. Në regull, në të bohët në bazë të regullave të FIBA-s, unë mendoj që na atë palestrë duhet me mbush plot. Edhe duhet me bo zhurëm shumë. Do me thonë, duhet me ju bo aty në qasë shumë zhurëm, so që ata mos me ditë ku janë, sepse na kur kena shku me lujt me Ludwigsburgun faqet vete ka qitë që një ekip kundërshtar. Anus të një ekipit kundërshtar e kanë thyr rekordin e klubit. Do me thonë, na i kena pas dikun 600 veta të anus tonë. Gati son Mitrovic kur vishën mi kështu. U konë faqë që pëndërlidhe, apo konë djenja si me lunë minatori kur kena lu atje? Në fillim, na që ashtu duhet me bo. Po, unë e besoj që njerëzit këtë vetë kanë me mush, na jemi t'ju mundu me bo edhe disa programe, me bileta vjetore, me shumë sene tjera, po shpresoj që
Mi dhonë Zor Dardani pak me na kualifiku, buhet ma mirë. Jep, Zor. Dardan, ti çka po pret për këtij sezoni 3? Po, që shta dhe kryetari, kualifikimin në Champions League i shkon një sen shumë i mirë për neve, po nëse në kualifikumin në Champions League, në Eurocup me bo lojt mirë edhe me i kalu grupet. I shkon me arritë një sukses në Evropë, po sikur edhe si vjetë, gjitha trofejt kemi si ne mi fitu, me rikthimin e trajnerit, ma të mirë në Kosovë që kuna herë, do të me cek, kjo është synimi jonë. Ato definitivisht, sepse i ka 12 trofe për 5 vjetë me 3 klube të ndryshme, ja ka njës me pejën në atë kupën 2020 në shkurt, unë dalë pandemia erdhë, me yllin i fitoj krejt që ka mujtë me fitu, edhe me Trepçën, në me thonë sa i bon, me Trepçën 7 trofe, 7 finale, 7 fitore të Adisit. Vullnet, krejt për fund, a ka diçka që nuk të pëtë mësonte e ti kështë dasht me shtu? Jo, nuk ka, unë kisha dasht me ju falenderu edhe juve, edhe krejt basketball dashësit, edhe kisha pas dëshirë që viti, të me thonë sezoni i ardhshëm, me qenë hala ma atraktiv, me i dhuru një tjetërit dashnimi, i dasht klubet e veta, se cile, edhe mu i dhnu sa jena që aty në fush, kur dalim për aty me na kalu, se është normale, njerëz jena me një vend po jetojna, një kom jena, edhe gjithat mirat edhe juve, po edhe krejt shikuzve që na përcjellin edhe krejt basketball dashëve. Dardan? Jo, asgjë, shihemi edicionin tjetër. Me sa kupa? Shkurt edhe shqip. Vullnet Sefaja, Dardan Kapiti, shumë falemderit që këtë sonte, në këtë bisedë për ma mërmenja edhe të këndshme edhe simpatike për shikusit tonë. Falemderit që i sollët këto kupa në asist, që shë kemi zakon me thonë kupat e vendi kupave. Falemderit e inshallah shihem apet mas një vjeti. Se ti mu vish njerë në vjetë, po më thira këta pithirë ma shpet. Po, ti e ki punën e cila kryet në hijet. E këta mas nej po i shfridzojnë ato që ti po i banë. Inshallah shihem tash një vjetë apet. Falemderit shumë. Misafir nderu, me të vërtet ishte kënaqësi. Ju urojmë edhe një herë për gjitha sukseset e për edicionin e ardhshëm, po shpresojmë që kena mi u thirë në sukseset në Evropë. Apelujmë që shto? Po, s'ka problem. Qashtët? Ti mu po dikush tjetër kampion. Jo, unë e thash për fillem, bre ka dal kukuj. Kush po vjen që tu po mgucë mu? Kush po vjen që tu aj kukuj? Jo. Okej, Vullnet edhe njerë, falemderit, Dardan, shumë falemderit. Adhurës basketbolit ka qenë kjo një edicion historik për Trepçën, kurse krejt në fund dëshiroj të uroj edhe bashkimin, skuadrën nën kampione cila ka bërë një riorganizim të ngjashëm, sikurse Trepça para 4 viteve, dhe si vjetë ka qenë rivali e nivelluar me Trepçën, duke dhënë hieshi basketbolit kosovar, dhe definitivisht e ka kthy atë famën të cilën klubi maj vjetër në vendin ton e ka. Gjithashtu, krejt komplimentet shkojnë edhe për Sigal Prishtinën e Pen, sidomos për vllaznimin i cili si vjetë ishte skuadra e cila fitoi simpatit, lirësh mund të theme, më të mëdha të zemrat e mbarë opinionit kosovar, dhe Golden Eagle Yllin mos ta harrojmë. Urojmë edhe debutuesën Borën që vazhdon të jetë pjesë e elitës së basketbollit kosovare, gjithashtu ka premtuar edhe një organizim edhe më të fuqishëm, kurse na vjen keq për skuadrën simpatike, cilën realisht e kemi dashur dhe respektuar gjithë skuadrën e Prizrenit, të cilët pas 7 viteve tashmë janë larguar nga Superliga. Proton Cable Prizrenit i dëshirojmë rikthim sa më shpejt në Superligë. Po, krejtë në fund, urojmë edhe qytetin e Rahovecit për rikthim në elit dhe në gëzon fakti se në këte edicion, pra edicionin e ardhshëm, përsëri do të jemi në palestrën më të bukur në vendin tonë në Mizari Isma, për ta përcjell tash skuadrën e Grapelandit, antarën e re të Superligës. Kurse tash, në vazhdim të Asisti 620, koha është për blokun shumë të dashur për gjithë ne shqiptarët në botë. Po, sonte shqiptarët në botë po i fillojmë me një kampion të ri, Rezon Elezajn, i cili kanë triumfu me Beshiktashin në ligën e juniorëve të Turqisë dhe ka pas një performancë me të vërtet fantastike. Ndërkohë, Erxhan Osmani me Efesin e kanë siguruar pozitën e dytë në play-off pas kampionës pra Fenerbahçes, kurse play-offin e ka siguruar edhe Kenan Spahiu me Bahçeshirin. Këto dhe lajme tjera në kuadër të blokut shumë unik dhe dashur për gjithë ne shqiptarët në botë.